rast në cilësinë, pra nuk është marrë në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni për një vepër të ndryshme. Për gjithë këto ngjarje që ai është rretulluar personalisht. Po ai ka hall të madh sepse realisht po ta shihsh gjendjen e tij dje, gjendjen e tij shëndetësore ishte për të ardhur keq, ka një hall të madh sepse nuk e lën Belinda Ballukun me dhënas dorëheqje. Dhe as nuk do jap dorëheqje, ja po ta them unë mbaj shnim këtë intervistë që po ta them sot. Edi Rama nuk jap dorëheqje nëse protestuesit nuk përshkallëzojnë nëpërmjet mosbindjes civile të paralizohet gjithë aktiviteti shoqëror, politik dhe administrativ në Shqipëri. Vetëm atëherë Edi Rama mund të dorëhiqet nga posti i kryeministit. Ndryshe nuk e lën Belinda Balloku, sepse duke qenë i përfshirë në dosjet e Hapshit, duke qenë i përfshirë në korrupsionin së bashku me Belinda Balloku, kjo fundit e detyroi atë që grupi parlamentar të bënte siç e tha Edi Rama, që nuk do të hiqet mandati, por në vendim politik kundërshtim me kushtetunë rrugëqyrje e Shqipërisë dhe duke shpërfillur institucionet ndërkombëtare e duke dëmtuar rënd dhe procesin e integrimit. Në qoftë se e keni dëgjuar se ndoshta e zjerova këtë përgjigjen tuaj, në qoftë se e keni dëgjuar Veselda, në argumentet që ju drejtoi gjykatës kushtetuese Edi Rama për shfuqizimin e pezullim nga detyra të Belinda Ballukut, ishte pikërisht i njëjti argument që ka dhënë dhe tani, që ka dhënë dje, ishte pikërisht se nuk ka Bashkimi Evropian nuk mund të pezullohet nga detyra sepse ka projekte të cilët pra është në negociate për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që dje tha që nëse iki unë jap dorëheqje, nuk ka kush firmos marrëveshjen në Shqipërisë me Bashkimin Evropian për integrimin. E kuptoni tani se ai është i pazëvendësueshëm. Ndërkohë ja iku Belinda Balloku sepse vendimi i gjykatës u ekzekutu dhe procesi i integrimit është në procesin e vet të monitorimit nga Bashkimi Evropian dhe nuk ka qenë një parakusht i cili Edi Rama përshtroi. Nuk do jetë Edi Rama, do jetë një dikush tjetër që të firmosë marrëveshjen. Rëndësi ka të plotësojë standardet për të integruar në Bashkimin Evropian. Nuk është njeriu që firmos. Tu janë standardet të cilët duhet Shqipëria përfaqësohet me institucione, nuk përfaqësohet me njeriu. Njeriu ose personi që drejton një institucion është përfaqësuesi i shtetit shqiptar. Nuk është përfaqësuesi i familjes vet. Qartë. Ndërkaq avokat, kush mendoni se është rreziku më i madh sipas jush, pra kemi një humbje të një investimi miliardësh në Zvërnec, apo nga ana tjetër kemi dhe humbjen e besimit të qytetarëve për mënyrën se si merren tashmë vendimet publike? Biselda, tash kjo është një situatë e akumuluar. Zvërneci është një pikë ujë në detin e madh të akumulimit pakënaqësive të qytetarëve ndaj sjelljes dhe qeverisës kryeministrit. Në rastin konkret, pasuria kombëtare është aty, nuk mund mos ligjë Shqipëria. Ajo pasuri kombëtare ka qenë aty, është aty, nëse ky investitori do të largohej, Shqipëria nuk mund mos ligjë nga kjo, se do të vini investitor tjetër, por natyrisht duhet të zbatohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, legjislacionin për të mbrojtur qoftë interesin publik, qoftë për të mbrojtur pronën private, qoftë për të mbrojtur, se jemi dhe anëtarë të NATO-s. Ajo është një pikë strategjike e cila ka shërbyer edhe në kohët të diktaturës për efekte mbrojtje. Pra ne thash, po të morim vjen bregdetare, janë rreth 360 hektarë dhe e din shumë mirë se kush ka firmos. E ka shpërblyer me postë biles. Me postë shumë të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë. Kush ka qenë shef shtabi dhe kush ka firmos për dalje jashtë funksionit të ushtrisë të pronave publike, të cilat i ka bërë pastaj i ka bërë pazare për qëndruar në pushtet. Kështu që Shqipëria nuk mund mos ligjë. Po mund të them, mund të jap edhe një, nuk është konspiracion, po ta them edhe një opinion tim. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka zgjedhje. Ka zgjedhje për 1/3 e Kongresit dhe të Senatit, të cilët quhen zgjedhje të pjeshme dhe nuk përjashtohet mundësia që ndikimi që ka pas kjo protestë dhe jehona ndërkombëtare që edhe investitorët tërhiqen pasi kjo do shkaktonte edhe Partisë Republikane do të shkaktonte një dëm politik në këtë aspekt, nuk përjashtohet mundësia që të tërhiqen nga kjo. Sepse
po ta shohim edhe historikun në intervistën e Kushnerit, rezulton që as kanë pas asnjë lloj dieni për vendodhjen e kësaj pasurie, kësaj prone, pra për Zvënec, por gjithçka është sugjeruar dhe i është ofruar nga Edi Rama. Dhe sikur se e thash në fillim, këtë ofertë ka bërë për të garantuar jetëgjatësinë e tij në pushtet pas gjithë kësaj pakënaqësie e cila tashmë rezulton se njerëzit janë të vendosur për ta larguar ata. Format, mënyrat, natyrisht që duhet institucionalizuar. Edhe kërkesat duhet të jenë jo vetëm dorëheqje. Nuk ka dorëheqje te Edi Ramës, por duhet të përshkatëzohet protesta nëpërmjet mosbindjes civile për të detyruar të paralizohet gjithë jeta publike, administrative, shoqërore, e cila të detyrojë që të reagojë edhe vetë Partinë Socialiste. Kanë filluar elemente ose segmente të tyre, por duhet të reagojë në rrugën institucionale, duhet të artikulohet me dy kërkesa për mund të jenë përveç dorëheqjes. Njëra duhet të jetë qeveri teknike, dhe kërkesa tjetër zgjedhjet parakoshme. E thashtë dhe më përpara, në demokraci ka vetëm një mënyrë për të zgjedhur pushtetin, vetëm nëpërmjet votës. Edi Rama është i votuar me mënyrat e veta, me sistemin e patronazhimit, sikurse i ka vjedhur votës, është thash dhe njerëz, zgjedhja nuk ka pas po është votuar në atë formë, me datë 11 maj 2025 dhe ai tani pretendon se ka 83 mandate dhe jam mazhoras dhe thotë jam i votbesur. Atëherë cila është mënyra? E vetmja mënyra është që të artikulohen këto tre kërkesa, pra dorëheqja të jetë shoqëruar me qeverinë teknike, e cilat përgatis vendin për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, dhe tjetra që këto protestues, të cilët tani janë bindur, shoqëri që janë bindur gjithë shqiptarët për këtë sjellje të kryeministit dhe këtë mënyrë qeverisje, ta ushtrojnë të drejtën e votës të zgjedhin këtë duan ata, ta votojnë në mënyrë të lirë, kjo ka rëndësi. Pra pushteti prodhohet nëpërmjet votës. Ndryshe do të sfumohet protesta dhe gjithçka do të ndodhë siç ka ndodhur në Serbi. Qartë, avokat, nga ana tjetër, kemi pasur edhe deklarata të tjera të kryeministrit dhe akuza të rënda se mbas këtyre protestave mund të fshihet një fushat kibernetike iraniane për të dëmtuar Shqipërinë. Ju mendoni se përfshirja e Iranit është një fakt real apo kemi një strategji politike nga ana tjetër për të zhvendosur të gjithë vëmendjen nga protestat dështime të vetë qytetarëve shqiptarë dhe grupeve mjedisore në Tiranë? Pikës ashtu siç ju artikuluat pyetjen Griselda është, kryeministri po shpit tani armiq tuaj si në kohën e diktatorës ku në atë kohë kur ndodhte diçka që populli ishte i pakënaqur, ata e largonin vëmendjen nga e vërteta. Dhe Edi Rama fillimisht e nisi në mos gaboj e nisi me shërbime sekrete greke. Tani ka dalë ke iraniani. A dakord? E ka nis veto me greke, pas të det ke iraniania, e ka shpërnda vëmendjen sepse ke qëllimi i tij është të flet vërtetën dhe të largojë edhe opinionin publik nga masivizimi, sepse ata shqetëson masivizimi i njerëzve dhe protestën edhe në vendet për ambasadëve e Shtetit Bashkimit Evropian, ata e kanë të marruar tani, po shfrytëzojnë mekanizmin nëpërmjet votave të cilët, pra thash, para rreth një viti, këta njerëz dikush heshti, dikush u patron rrugë, dikush u ble, dhe i dhanë një mandat kapet për cilën tani ai nuk njeh asnjë gjë tjetër. Nuk e nevojë shkret të thashë një herë drejt në Zvënec. Mund ta shohësh mund Tiranë se çfarë ndodh. Shikoni ndërtimet që bëhen në Tiranë, Griselda. Sepse folë pak më parë për strukturën e posaçme. Tashmë kam besim ke sistemi i drejtësisë, por s'paku mos harro se është një presion shumë të madh. Qoftë qeverisë, qoftë edhe ndërkombëtarëve për që investuan për reformën drejtësi dhe e prezantuan s'paku si një strukturë të posaçme e cila do të ndikonte vërtet ndaj luftës ndaj këtyre fenomeneve krimet të organizuar, korrupsioni, se për këtë ndërtuar dhe po të shohë edhe objekte veprimtarisë lidhen me këto eksponentë të drejtimit niveleve, si janë kryetar bashkisht, deputet, ministra etj, pra jo gjithë janë subjekt të SPAK. Por po ta shohësh SPAK-u, krimet më të mëdha që ndodhin sot janë të sferës ekonomike.
ekonomike dhe mjedisore. Në aspektin e krimeve mjedisore, Shqipëria është një vend e cila ka një legjislacion shumë të dobët për sa i përket krimeve mjedisore. Në Shtetet e Bashkimit Evropian, krimet mjedisore zonë vendin më të rëndësishëm, sepse janë krimet e cilët kanë impakt në jetën publike, si që janë këto ndërtimet e paligjshme, se vetëm Shqipëri ka ndërtimet pa ndërtohet pallati i mënyrë paligjshme. Morim krimet në fushën e sferës ekonomike, të korrupsionit. Sa ndërtime janë bën në Tiranë, sa pallatet bëhen sot? Sa le ndërtimit janë hetuar nga ana e Spakut? Kryesisht, ma thoni një rast mu që Spaku ka bllokuar një pasuri të palujshme, një ndërtim, kush i financon ata? Ku 1 metër katror në Shqipëri ka shkuar në zonat më rurale, është 1500 euro. Me shkuar në Paskuqan ose në Kamës bën 1500 euro 1 metër katror. Po në Tiranë, ku është zona urbane, sa prej këtyre Spaku ka hetu? Ma thoni mu, sa prej atyre kanë shkuar për para drejtësisë? Sa le ndërtimi kanë shkuar? Pra, në rastin konkret, unë mendoj se këto janë dy lloj kategorish krimesh për cilët pra strukturat, që të rendit publik, që të strukturat e posaçme, që të prokurorit e rrethave. Më thoni mu sa kryetar bashkish, jam thirr kryetar bashkish për shpërdorim të tyre. Sa prej atyre janë dënuar? Ju japin punë interes publik, ndërkohë që një që shkon e merr bukë ose merr vjet diçka në market e dënojnë me bukë, kurse këta dënohen me punë interes publik me miliona euro. Sa pasuri publike, sa pasurit këtyre krime që rrjedhin nga veprimtari ose kriminale, ose janë produkt veprës penale, janë sekuestruar, i kanë kaluar buxhetet e shtetit. Ma thunë mu? Avokat, por ndër të tjera, cili do të ishte mekanizmi që do të binte sot qytetarët shqiptarë për se interesi publik po mbrohet dhe se nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje të favorizuar se i përket këtij projekti? Biseda tash janë përfshi disa kategori shoqërore në